edhe në kushtet të ndrethana çfarë ka ndodhur, mirë që është kthy. Unë e përshëndes shumë zotin Lumir Abligjiku, ka përdorur strategji të mirë gjatë gjithë kohës, përjashtimisht 2-3 herë kam përmendur se do gabimet që i ka bën në ofertat e para vitit 2005 kur ja ka bë Albini, unë flas tash për LDK-n. Ndërsa për interes përgjithshëm nuk e di se si i kish Rama i pas pranu ky Lumiri që ato oferta, po kjo s'ka rëndësi. Rëndësi ka 2025. Rëndësi ka që kthimi i Vjosës gjithsesi ka pas efekt. Mbi 25% po thot zoti Pasarizi? Pajtona me Paçarizin unë shumë mirë në këtë pikë, për shkak se është një send shumë elementar. Prishja e Vjosës me Albinin nuk ka ndodhur për gabimet Vjosës. Vjosës ka gabuar asgjë. Ashtu edhe tha zonja Hikmeta Bajrami. Ajo po kthehet te ne. Mirë dhe? Është bashkuar me qëndrimin ton. Hajde se di unë çfarë foli. Jo dhe zonja Bajrami. Kështu që kthimi i Vjosës në këtë kuptim, prishja me Albinin është krejt sa një thjesht, pajtona plotësisht me ty që tha atë, aq mirë e përpunove, edhe e thjesht. Pa s'ka ndodhur as janë prish për ideologji, as janë prish për ndaj program caktuar, as për asgjë. Albini s'ka mujtë me dëru rritjen e saj, s'ka mujtë me pa, sidomos vitin 2005, fillim 2025, po. Në 20 vjetë për në mrapa. Ani, soket. Sa po e thatë se e dini s'ka flisnin, kështu ka 20 vjetë për ja usni nga njerë. Ka një herë po, numrat po. Kështu që besoj që ata virtus që i ka marrë Vjosa në atë kohë, dhe i ka bartë me një anë tjetër, unë mendoj që ata e kanë pa qartë se spaku Vjosa, cilin ata adhurojnë, ata do të kthehen, ata nuk janë më pak se 100.000. Nuk janë 100.000 votues. Vjosa qa që ka marrë kur ka shku. Nëse ju kujtohet. Çka adhurojnë? Nuk ka rëndësi. Pse çka adhurojnë Albinin? Po dhe mirë kia ju. Unë s'ka marrë folëson për Albinin, po Albini është digitron ai. Për mua është merr. Kur flet Albini, kur premton Albini, unë kujtohet Enver Hoxha, më kujtohen premtimet kotit të një sistemi të harrumbre për njerëzim. Kur premton Albini, ju kujtohet Enver Hoxha? Po si ka, komplet, shikoj, s'ka program ekonomik. Programi i tij është sundimi. Programi i tij, shikoni, ku ka mashtrim më të madh, ndoshta se ka me vedije. Por kur ai ka shpall luftë korrupsionit që ka ndodhur para 20 vjetëve. Luftë madhe u kon. Luftë madhe. E ka bë pikë numër 1, sikur që e ka pas bën, nëse ju kujtohet, pikën e 7 ka pas bën këtë dialogun, e kthej të parën. Këtë e ka bën numër 1. Kjo s'ka marrë as në shprehje, por ai ka përdorur që ata që populli më thonë, ma në fund këta që janë korruptu, ka mi burgos, ka me ndodhë kjo, për 60 njerës ndodhi kur zho, mirë, po arsye. Populli besoj, edhe pas 6 vjetë është me një 50%. Për këto 5-6 vjetë, po thotë që gjykatat nuk i ka marrë hala në kontrol, e unë mendoj ndryshe, unë mendoj që ai pushtetar që fiton 51%, ai do të ishte njëri më i gjanë, më i durueshëm, edhe me shteti ka kuptim. Shteti, edhe pushtetari i atij shteti, kur edhe krijon situatat pajtimit me të kaluamën. Nuk është falje në kuptimin që po i bën amnesti korrupsionit. Por disa gjëra, nuk them se s'ka pas korrupsion, se kush thot s'ka pas, ai nuk është i këtij vendi. Korrupsion ka pas, por kur ti vjen një moment që më shtrenjt kushton me gjyku edhe me denu korrupsionin, se sa me mbyll atë temë të kaluame, se për hir shtetit, ti s'ki qare pa mbyll disa gjaqe, ti themi ashtu. E ky nuk ka bo, ky ka hap një front të madh, që është edhe me rreziqe, për shembull, kush me ja besu ata? Po ka mjaft që ja besojnë. Dërsa për 50% gjysma. Për Vjosën po them që nuk e di tash edhe si do të zhvillohen edhe disa punë tjera që kanë më zhvilluar në LDK. Unë mendoj që LDK nuk ka kundërshtime asisoj që mu shqetësu, brenda LDK-s po flas, që mu shqetësu njerëzit se çfarë po ndodh. Rrethonat tona politike janë çto, na
muj mu thirë në norma morale, jo dikush që ka ike pse po kthehet, ato tash janë bot akseptueshme të na. Për mu është e rëndësishme këta si opozit, tash si opozit, me bashkëpunu edhe me PDK-n. Unë mendoj se përparim Rama e ka bo hapin e mirë, ose do t'i thësha Lumirit me kundështu me këtë rastin e komunës. Po, do ta flasim më vonë pjesën e dytë. Po mirë. Po, por desha me ju zonja Dërguti, kur tha zoti Shtufi 100.000 vota i kthen zonja Osmani në LDK, ju lëvizët kokën në